Duat shkoj pak qaste në Beograd, ku sot edhe në parlamentin e Serbisë pritet të zgjidhet qeveria e re. Është Gjuro Macut, kryeministri mandatuar nga presidenti Aleksandar Vučić, i cili në këto momente po paraqet programin qeveritar dhe përbërjen e kabinetit të ri qeveritar. Ka habitur jo pak emri një shqiptari me emrave të propozuar për ministër në kabinetin e Gjuro Macut, Demo Berisha, i cili është propozuar për ministër për të drejtat e njeriut, pakica dhe dialog shoqëror. Mungon Aleksandar Vulin, njeriu i Rusisë në qeverinë Aleksandar Vučić, i akuzuar si mbështetës i sulmit në Banjsk gjatë kohës që ka drejtuar bijan serbe, shërbimin sekret. Vulin nuk do të ketë më asnjë post në qeverinë e re serbe. Ai është non grata nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe i sankcionuar së fundmi, ku i ndalohet hyrja në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për zëvendës kryeministër të parë, ministri të financave është propozuar Siniša Mali, i cili ka ushtruar të njëjtën detyrë edhe më herët. Ministri i punëve të brendshme është besuar Ivica Dačić, i cili po ashtu mbetet edhe zëvendës kryeministër. Adriana Masarović është propozuar për zëvendës kryeministër dhe ministret e ekonomisë. Ajo e ka udhëhequr këtë post edhe në qeverinë e Miloš Vučević. Sipas propozimit të dorëzuar nga Gjuro Macut në kuvendin serb, pritet që në detyrat e tyre të mbeten edhe Bratislav Gašić, ministri i mbrojtjes, Marko Đurić, ministri i punëve të jashtme, Dubravka Đedović Handanović, ministre e minjerave dhe energjisë, Zlatibor Lončar, ministri i shëndetësisë, Nikola Salaković, ministri i kulturës dhe Milan Krkobanbić, ministër për kujdes ndaj fshatit, ndërkohë që duket se ka një ministër të ri të propozuar për arsimin, që do jetë Dejan Vuk Stanković, profesor në Fakultetin e Mësuesisë në Beograd. Posti i ministrit të integrimeve europiane pritet i besohet Nemanja Starović. Janë disa nga antarët e qeverisë së re të propozuar nga mjeku i Gjuro Macut, i cili u besua posti i kryeministrit nga ana Aleksandar Vučić. Qeveria e Serbisë është me mandat teknik që nga 19 marsi, kur deputetët në kuvend verifikuan dorëheqjen e Miloš Vučević nga posti i kryeministrit, që ka shënoi fillimin e afatit 30 ditor për zgjedhjen e qeverisë së re. Vučević dha dorëheqjen pas rajës së një grupi studentësh nga aktivistë të Partisë Progresive Serbe që po bllokonin punën e fakultetit në Novi Sad. Rënja e qeverisë së Serbisë e udhëhequr nga Miloš Vučević ndodhi në kulmin e protestave kundër pushtetit të udhëhequra nga studentët që nga fundi i nëntorit 2024 po bllokonin 10 fakultete në të gjithë Serbinë. Në qendër të kërkesave të tyre të adresuara ndaj institucioneve të Serbisë është përcaktimi i përgjegjësisë ligjore dhe politike për vdekjen e 16 personave në shëmbjen e Stres prej betoni në stacionin hekurudhor në Novi Sad me 1 nëntor të vitit të kaluar. Opozita ka kërkuar qeveri teknike për përgatitur zgjedhjet e reja, pasi zgjedhjet e fundit u kontestuan, madje pati dhe raporte nga institucionet ndërkombëtare, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës për parregullsi të theksuara, gjë që u hodh poshtë nga Aleksandar Vučić, i cili vendosi të mandatojë një qeveri të re. Studentët janë të vendosur të vazhdojnë protestat, nuk dihet se cili do të jetë fati i tyre dhe pse për Vučić revolucioni me ngjyra, siç e konsideron ai, ka dështuar. Škola i univerziteta moj su prvi prioritet. Uz to smatram i naglašavam da nam je na ovom polju neophodna sabornost da izvršimo reformu našeg. Mirë, zhvendosim edhe një herë në kuvendin e Kosovës të shohim se si është situata atje, duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Vazhdojnë të jenë në sallë vetëm deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, ende nuk janë paraqitur deputetët e listës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, as ata të minoriteteve të paktën nga ç'duket që tani, as pakicat jo serbe, me përjashtim të një përfaqësuesi, kam përshtypjen, por as të listës serbe do të ketë 9 mandate në kuvend, ndërkohë që një mandat i cili ishte i rezervuar për minoritetin serb i ka shkuar Nenad Rashić, i cili gjatë mandatit të qeverisë së Albin Kurtit mbajti një post ministror, post të cilin do ta mbajë sërish nëse do të arrijë të votohet qeveria e re e zotit Kurti. Këtë ka deklaruar Nenad Rashić në hyrje
të kuvendit, po kështu mungojnë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe 3 deputetët e nismës social-demokrate. Fatmir Limaj mbriti në kuvendin e Kosovës, por ende nuk është shfaqur në ambientet e brendshme të kuvendit. Ai është pyetur nga gazetarët nëse kanë arritur ndonjë marrëveshje me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, por Limaj ka refuzuar të përgjigjet. Sot në orën 10 është dashur të nisë seanca për konstitutimin e kuvendit, por deri më tani në sallë nuk janë paraqitur shumica dërmuese e deputetëve, me përjashtim të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët po i shikonin në këto momente. Ndërkohë, kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur më herët se nuk do të pengojë zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Sa na përket ne, për kryetar të kuvendit nuk do të bëhemi pengesë në ambientet e kuvendit të Kosovës. Ka mbritur dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë për të ndjekur këtë seancë plenare e cila pritet pra të zgjedhë, të paktën sipas procedurës, kryetarin e parlamentit, nën kryetarët, dhe në këtë mënyrë t'i hap rrugë edhe procesit të mandatimit të kryeministrit të ri të Kosovës, i cili ka 15 ditë kohë pas mandatimit për të krijuar